Opozita e shndërroi sallën e parlamentit në shesh proteste kundër mazhorancës socialiste pas kërkesës së SPAK-ut për arrestimin e numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku e operacionit të prokurorisë posaçme për tenderat e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit të urdhër arrestin për Ergys Sagasin, deputetët demokrat bllokuan parlamentin e nuk lejuan zhvillimin normal të seancës. Ende pa nisur seanca, deputetët demokratë zunë vendet e ministrave në shenjë proteste ndaj mazhorancës socialiste. Ata akuzuan PS-n se po mbron korrupsionin e Belinda Ballukut e figura si Ergys Sagasi në shenjë revolte ndezën flakadan. Avokati i ri popullit Endri Shabani u betua në mes të kaosit e protestës së opozitës. Në mes të kaosit u miratuan edhe ligjet e parashikuara në rendin e ditës. Në fund të mbledhjes së parlamentit, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se betejë e opozitës do të vazhdojë e mbledhje normale të kuvendit nuk do të ketë. Parlament me ata të cilët zbatojnë moton, vidh dhe ik, nuk ka dhe nuk mund të ketë. Ligji dhe vetëm ligji duhet të mizotrojë. Ergys Sagasi është njeriu më intim i Edi Ramës, terrorist me 2 pengmarrje dhe jeton i qetë pas një lloj bires me mbrojtje shtetërore. Lubi Balluku nuk vjen në parlament. Por në emër të mazhorancës Tauland Balla akuzoi opozitën se po përsërit të njëjtin skenar dhune, duke sqaruar se për imunitetin e numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku do zbatohet ligji. Me gjithë klithmat, ulërimat e gazmend bardhit, Kuvendi i Shqipërisë, siç e përcakton procedura, nesër fillon procedura. Gjatë seancës plenare, kryetari i Kuvendit Niko Peleshi përjashtoi deputetët Flamur Noka e Klevis Balliu.